Shkosë ndëruar, jemi përsëri sonde bashkë me emisionin Ramazanin Ko, emision këtë që realizohet vetëm gjatë muajit Ramazanit në për qendrat kryesore të trevave tona. Kësaj radhe gjendemi në qytetin e bukur të Rahovecit. Bashku me ekipin realizues të emisionit, kem qëndruar gjatë tërë ditës në ambientin ndryshme në Rahovec, nga ku kemi realizuar njësër kronikash të cilat kanë të bëjnë me aktivitetet që zhvillohen në kuadrë të Këshillit Bashkisë Islame në Rahovec. Siç dihet, Rahovec është një ndër vendbanimet më të vjetra të vendit tonë, njihet për ndjesi kulture, traditë fetare, të kultivuar ndër breza, qytet që kanë nxjerrë një numër të madh të ulemave, qytet i xhamive të bukura, si dhe qytet ku besimtarët dallohen për kushtim e devocion. Për të kuptuar më shumë për aktivitetet e Këshillit të Bashkisë Islame në Rahovec, pasandaj për ibadetet që zhvillohen nga besimtarët e kësaj treve gjatë këtij muaji, për ndjesinë e agjerimit, sonte me ne është kryemami i Këshillit të Bashkisë Islame këtu në Rahovec, Nusret Efendi Abazivra. Efendi, ju falenderit për mikpritjen dhe gatishmërinë e juve që jeni sonte me ne. Nderë është shumë falenderit edhe juve. Fillimisht më lejoni që të uroj për agjerim pranuar këtyre ditëve. Falenderit. A na thoni si kanë kaluar këtë ditë të muajit bekuar të Ramazanit në qytetin tuaj dhe rrethinën e Rahovecit? Viteve të kaluara, sikurse çdo vit në përgjithësi, edhe këtë vit, elhamdulillah, çdo gjë ka shkuar në rregull. Përgatitje për pritjen e besimtarëve në xhamia ka qenë në nivel. Prezenca e xhamatit e kemi, falë Zotit, në nivel të duhur. Dhe shihet qartë një atmosferë veçantë e Ramazanit ku njerëzit, besimtarët mobilizohen dhe bëjnë përgatitje të veçanta që në këtë muaj të bëjnë vepra të cilat i takojnë këtij muaji dhe të bëjnë veprime të cilat dalin inshallah fitimtar në fund të këtij muaji. A na thoni pak dis për traditën e agjerimit, traditën e Ramazanit në qytetin e juaj? Po sikurse e gjithë bota islame ku jetojnë muslimanët që bëjnë përgatitjet e duhura sipas mundësive që i kanë, po ashtu edhe qytetarët e Rahovecit, besimtarët e Rahovecit i bëjnë përgatitjet të nevojshme brenda mundësive që i kanë për me prit këtë muaj në formën më të mirë të mundshme. Mund të themi, mund ndahet në dy pjesë kjo përgatitje. Përgatitja në aspektin material, po edhe përgatitja në aspektin shpirtëror. Sa i përket atij aspekti material, gjitha shtëpitë dhe gjitha familjet para ardhes Ramazanit bëjnë përgatitje të duhura, pastrimin gjeneral të shtëpisë, dhe me qëllim që të përkushtohen kur vjen muaji Ramazanit të mos miren me punë të tjera, por më shumë të i përkushtohen ibadetit. Po ashtu edhe gjitha xhamiat mobilizohen dhe bëhen përgatitjet, pastrimet, renovimet të nevojshme, ndrimi i tepihave, pastrimi i tepihave dhe gjitha këto e kanë për synim që të bëhet një përgatitje dhe një ambient ku besimtarët do të kalojnë muajin në formën më të mirë të mundshme. Ne prej traditës tonë që e kemi këtu në Rahovec është leximi i mukabeles apo leximi i Kur'anit ku bëhet në xhamin qendrore, pra në këtë xhami nga ana e imamëve gjatë të Ramazanit. Çdo ditë? Çdo ditë gjatë të Ramazanit, në 45 minuta para namazit të drekës, marrin pjesë imamët dhe xhamati dëgjojnë. Dhe kjo është traditë e moqme, do thot nga moti po praktikohet dhe ne xhallarët këtë me xhelozi jemi duke e ruajtur dhe duke praktikuar. Njëjtën kohë kemi edhe nga xhenia femrore një organizim jashtëzakonisht të mirë viteve të fundit, ku edhe në qendrën të cilën e kemi ndërtuar enkas për motrat tona, aty takohen motrat tona, gra, vajza, dhe po ashtu edhe ata lexojnë mukabele, leximin e Kur'anit në disa grupe. Dhe kjo e bën që të ketë një atmosferë e veçantë
edhe në mesin e motrave tona që janë prezente. Efendi, jem në javën e dytë muajit agjerimit, muajit Ramazanit. Raveci, si që thash edhe më herët, është një vendbanimi vjetër, po nuk është ndonjë qendër shumë e madhe. Në pika shkurta, më kështë thonë, çka e karakterizon? Cilat janë disa tipare që e veçojnë Ravecin gjatë muajit Ramazanit prej muajve tjerë? Po, pa tjetër Ramazani dallon, sikurse në përgatitjen, si thash, në aspektin shpirtëror të allurimeve, po ashtu edhe në përgatitjen në aspektin material, edhe në përgatitjen e ushqimeve të veçanta, ku vrehet përdorimi i pitajkeve të Ramazanit, që i themi ne, zakonisht ato ushqime nuk servohen përveç se në Ramazan, po ashtu vrehet afërsia familjare, ku bëhen ftesa në mesin e familjeve në pjesëmarrje në iftare, dhe që mendoj që është një veçanti tek ne, përveç që ftohen të afërmit, vëllezërit edhe kushërit, miqt zakonisht në iftare familjare, tek ne është edhe traditë e veçantë ku i ftohen bijat, pra gratë zakonisht patjetër çdo familje që ka bija i thret në iftar dhe këtë e ndin një lloj obligimi që ka ndaj motrave apo ndaj bijeve që janë të martuar, qoftë kudo që janë larg. Në aspektin shpirtëror, si ndikon agjerimi Ramazanin në mesin e besimtarëve? Po, patjetër reflekton, vrehet një lloj dallimi prej muajve tjerë në qetësinë e njerëzve, pastaj vrehet për kushtimin, pastaj vrehet edhe për shembull vendet, kafiterit janë, mund të themi, disa edhe boshe tërësisht gjatë ditës, kurse gjatë natës vrehet një gjallëri shumë më e madhe. Pastaj është prezenca në faljen e namazit të taravive të burrave, po edhe të grave. Gjitha xhamit qytetin e Ravecit, do thotë përveç burrave marrin pjesë në faljen e namazit edhe gratë. Dhe kjo e bën që një farë mënyre e gjithë shoqëria të mobilizohet dhe një farë mënyre të bëhet një atmosferë shumë më e veçantë që dallon këtë muaj në përkushtim në ibadet dhe adhurim prej muajve tjerë. Efendi, tani propozoj që shohim një kronik që bashkëpunëtorët tonë kanë përgatitur në qendrën të Ravecit me qytetarët e Ravecit për ndjesinë e agjerimit. Ndjekim kronikën. Qytetarët e Ravecit agjerimin po e bëjnë me plot përkushtim. Për ta agjerimi ka qenë sfidues vetëm gjatë kohës me temperatura të larta, dhe se tani me këtë freski, me temperatura mesatare, nuk po ndjejnë as pak mundim. Agjerimi po shkon shumë mirë, po shok se edhe koha është e mirë, domethënë, po edhe imani kur e ka të fortë njëri, zakonisht edhe është bindje që të bën më mirë. Me aktivitetet e Ramazanit sa je i kënaqur? Zakonisht leximin e Kuranit, jetën e pejgamberit alayhis salam, edhe çdo që janë të përditshme, unë zakonisht edhe jashtë Ramazanit, domethënë jam edhe aktiv, kështu që nuk është çështë ndryshim i madh. Kur jemi te pjesa për me dëgjuar rreth Islamit ose me mësuar rreth Islamit. Elhamdulillah që na ka dhënë jetë Allahu me prit edhe këtë Ramazan, dhe jemi të kaluar shumë mirë. Agjerimi lehtë. Unë për iftar për shefer dhe tjetër në iftar një pital kum del. Aq ma ka lehtësuar Allahu. Jem shumë Ramazani lehtë. Edhe jem shumë të lumtur që ka dhënë Allahu jetën, na ka zgjat me prit edhe këtë Ramazan. Inshallah e përfundojmë. Çka ka të mirë në Ravec gjatë Ramazanit? Mirë që kemi. Po xhirojmë, koha mirë. Unë pak me defekt veç, po hesim ka pak, s'po nalim. Personalisht, çu she përjeton ti vet Ramazanin? Mirë, elhamdulillah, shumë mirë, lehtë. Ndoshta më herët veç 10 vjeç që se kum ndërprej hiç. 79. 79 Ramazan. 79 vjet veç 70 Ramazan. 70 Ramazan. Mbledhja në tryezë, ruajtja e traditave, veçanërisht ftesave pas iftareve mes vete, gjallëria e natës, janë disa nga elementet që qytetarëve po u bën më së shumti përshtypje në atmosferën e përbashkët të Ramazanit. Pa, shqiqoni, atmosfera e Ramazanit në Ravec, sikur çdo vit është shumë e mirë. Edhe këtë vit Bashkia Islame e Komunës Ravecit ka organizon çdo vit tubime për iftar. Edhe kështu që mbledhemi të bëmi gjithë dhe bëjmë iftar edhe kënaqemi me të mirat dhe që na ka dhëruar Allahu edhe organizimin që organizon Bashkia Islame e Komunës. E dikush tjetër shfrytëzon pushimin vjetor që të vjen nga këto begati.
punën e kena lënë pak se unë edhe pak jam moshu, po ende po punoj unë. Po punoj, se 67 vjet i kam, po punoj nga pak. Po për Ramazan jo, se nuk po muna me mëri, se edhe me punu, edhe me ardhë çdo vakt në xhami, do me thonë nuk po arri do. Do thonë, i shfrytëzon pushimet që i ke për këtë muajin e Ramazanit. Po, ja përkushtoj sa ma shumë se kjo është muaj i rahmetit. Allahu në këtë muaj na pastron nga gjënaat, nga gabimet e tona, se është muaj i rahmetit. Edhe në këtë muaj ka zbrit edhe Kurani. Me apo pa punë, i madh apo i vogël, i moshuar apo i ri, në Rahovec agjërimi është i pakontestueshëm. Ti për vete që përjeton në Ramazanin? Une me kënaqësitë më të madhe që ekziston, që jam i lumtur shumë se une edhe pak i moshuar, po Allahu më ka dhënë mundësi me shfrytëzu edhe këtë Ramazan, me prit edhe këtë Ramazan. Kështu që jam shumë i lumtur, shumë i kënaqur, shumë. Realisht e përjetoj shumë mirë edhe ndini lehtësim shumë të madh shpirtënor. Edhe falenderoj Zotin që na ka dhënë jetë dhe mundësi me prit edhe këtë muaj të qetë të Ramazanit. Po ashtu edhe gjithë besimtarëve musliman kudo që janë botë i uroj këtë muaj të qetë, agjerim të lehtë dhe inshallah i madhi Zot na ka bërë kabul dhe na pranon agjerimin. Kthehemi në emision me kryeimomin e Këshillit të Bashkisë Islame në Rahovec. Efendi, anatoni cilat janë aktivitetet shtesë që Këshilli juaj i ka ndërmarrë enkas për këtë muaj. Po si aktivitet i shtesë, përveç faljet namazit, taraviz, leximit mukabeleve, organizimi ligjëratave, vizita cilët i bëjmë në teren në për gjitha xhamitë e komunës sonë, patjetër i bëjmë vizitën gjatë Ramazanit, qoftë në namazin e taravis, qoftë në namazin e xumas. Pastaj organizimi i iftareve cilët e bëjmë ne si këshill në nivel të këshillit, ku Çfarë iftare organizoni? Po iftaret organizojmë iftaret shumë publike me një pjesëmarrje masive. Si vjet. Çfarë kategori të shoqërisë? Në këto iftare përfshihen të gjitha kategoritë të shoqërisë, duke filluar nga institucionet zyrtare të cilat i kemi, shërbys civil, qoftë njerëz cilët janë të përkushtuar për shëndetjen e qytetarëve tonë që janë do thotë qendra e mjekësisë familjare, pastaj shërbimi i zjarfiksave, të policisë, FSK-s, mësues, shkollave, profesorët. Pra përpiqemi që të jenë të gjithë të përfshirë në iftaret tona. Pastaj i thirrim në aromën e Ramazanit. Pra vrehet një aromë e veçantë e Ramazanit dhe kjo e bën që një farë mënyrë të gjithë qytetarët mendzi ta presin ardhmën e këtij muaji dhe njëjtën kohë ndihen veten shumë nderuar kur arrin që të bëhen gjithë së bashku për me bë iftar. Askush nuk është sot, fal Zotit, i uritur për ushqim, por gjithë kemi nevojë për një takim, për një bashkëbisedim, po edhe për një atmosferë veçantë e cila për shkak të shumë rrethanave po na mungon muajve të tjerë, e ky muaj e bën të veçantë. Prandaj ne si vjet planifikojmë që të kemi më shumë se 1300 iftare që do të shtrohen për të gjitha kategoritë, pra për burrat, po ashtu edhe për gratë, që është interesant, do të kemi një iftar të veçantë vetëm për të rinjt, pra fëmijët moshës që janë shkollës fillore, që marrin pjesë në xhamitë tona për taravi, do të ketë një iftar enkas për ta, dhe kjo e bën një farë mënyrë atmosferën e Ramazanit të jetë më e veçantë, po njëjtën kohë edhe të jetë gjithë përfshirëse ku të gjithë njerëz janë aktiv si aktor aktiv në këtë muaj. Gjitha kategoritë e shoqërisë të prekën nga Ajo është synimi që të gjithë të ndihen të përfaqësuar. Ndoshta nuk kemi mundësi të gjithë të i thrasim, megjithatë nga gjitha kategoritë ka që marrin pjesë njerëz në këto iftare, dhe që është, më fal që po ndërprej që është më rëndësishme të theksohet, është edhe kjo se financimi i këtyre iftareve bëhet nga vetë qytetarët e komunës Rahovecit me kontributet e tyre humane. Pra, nuk kemi nevojë të marrim ndonjë donacion të jashtëm, po e bëjmë me vetë financimin tonë me kontributet e qytetarëve. Dhe kjo na bën krenar dhe një farë mënyrë na bën shumë të nderuar. Na si këshill jemi vetëm si iniciator, në fakt realizimi bëhet prap nga ana e qytetarëve tonë shumë human. Sa xhamia janë aktive në Rahovec dhe sa i keni në kuadër të këshillit? Në qytetin e Rahovecit kemi 6 xhamia aktive, kurse në për teren janë edhe 19, pra gjithsej janë 25 xhamia aktive. Në 24 xhamia
falen gjitha vaktet edhe taravit, vetëm një xhami e kemi e cila falet vetëm xhumaje dhe bajrame, për shkak të përbërjes së popullatës aty, kurse xhami tjera falen disa 5 vakte, po ka edhe për tyre cilët falen vetëm xhumat edhe namazit taravive, apo në Ramazan falen edhe 5 kohë namazit. Tani propozoj që të shohim një kronik që kam përgatit ekipi jonë nga aktivitetin në për xhamit e Rahovecit. Njekim kroniken. Rahoveci gjatë Ramazanit duket shumë entuziast. Jeta fetare është e mirë organizuar dhe aktive. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame të Rahovecit, Shani Efendi Sylka, na tregon detajisht në lidhje me aktivitetet fetare në Rahovec gjatë këtij muaji. Ne organizojmë mukabele apo këndimin e përbashkët të Kuranit, të cilët e bëjnë imamet e qytetit këtu në Rahovec, dhe mukabele për shkak kushteve për momentin bëhet vetëm në xhamin qendrore. Më pasaj kemi mësim besimi cili zakonisht edhe rregullisht bëhet edhe para muajit Ramazanit, mirë po në këtë muaj bekuar të Ramazanit kemi edhe shtim të nxënësve në mësim besim, sikurse tek fëmijët djemtë, njështu edhe te gjinie femërore. Dhe ai bëhet në 2 nivele, do më thonë para namazit të drekës edhe pas namazit të ikindjes. Veçëria e këtij Ramazanit është edhe organizimi i ligjëratave para namazit të taravive, ku besimtar vinë dihet me një numër më të madh përcjellën dhe marrin pjesë në lutjen e namazit të taravive. Si Këshilli Islam organizojmë edhe vizita të rregullta, sikurse nga ana e kryetarit, por në veçantë nga ana e kryemamit, që është detyrë e tij në për xhamate tjera, përveç qytetit dhe në për fshatër komunës së Rahovecit. Në xhamit e Rahovecit gjatë kohës së drekës organizohet mukabele për meshkuj. Numri të interesuarve është i kënaqshëm. E veçanta e Rahovecit është qendra kulturore. Këtu, në këtë objekt me kushte të favorshme për mësim, organizohet leximi i Kuranit për gjinin femrore. Leximi i rregullt ka filluar qysh nga viti 2003, ndërsa rregullisht me intensitet më të lartë e të shtuar gjatë Ramazanit, qysh nga viti 2011. Mualimja Ryeje Hoxha tregon ndër të tjerash dhe thotë se numri i pjesëmarrësve arrin në rreth 130. Mbajmë mësimin 5 herë në javë, i kemi premten edhe të shtunën e kemi pushim. Vazhdojmë mukabele, cila në vendin tonë është mukabele e rallës e 15, është shtuar interesimi më i madh, si nga gratë, po ashtu edhe tek nxënësit. Kemi të ndryshme, edhe fillestarët, po ashtu shkronja që i mësojmë, por edhe ka edhe të cilët vinë edhe me mësimi që kanë mësuar më herët Kuranit edhe vazhdojnë vetëm gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Për dikë tjetër, ky organizim i përbashkët i leximit të Kuranit i jep nostalgji për kohën e studimeve. Këtë vit është hera parë dhe është një ndjenjë shumë e mirë. Unë jam një medresante që kam kryer para viteve 2000 dhe 2014. Për mu leximi i Kuranit është një ndjenjë shumë e mirë sepse e përsërisim atë që e kemi mësuar më herët edhe e fitojmë edhe sevapin prej të Madhit Zot. Ndërkohë që zonjën Yıldız Çadrakun, ky Ramazan e gjen duke mësuar leximin e Kuranit dhe pjesëmarrjen në mukabele. Ani pse 70 vjeçare, ajo nuk ka asnjë pikë problem që të merr pjesë në mukabele. Dej tash, mirë shumë, kom nisë shkronja kreti di, edhe mirë, po shkon mirë edhe për ditë jemi të javë, përveç shtuneve dhe premteve dhe shtuneve. Mirë po kalojmë, që po shkojmë. Po, shkronjat, na tregon kur i ke mësuar shkronjat? E ke mësuar i vogël kur i kanë? Asnjë fjalë, asnjë shkoj s'kam ditë e vogël hiç. Po jam kon shumë interesuar me ditë shkronja, edhe çat kohë që shkoj unë, mirë shumë po më vjen mirë edhe mirë po lexoj. S'di unë tash me vetë edhe mësuesen që shkon po dhe me që tash mu po më duket mirë. Çysh ndihesh gjatë leximit? Shumë mirë po ndihmë po a di ndihna shumë mirë ama pak kam emocione kur po lexoj pak po mirë dhe qëta. Mualimja Sadie Durguti po përkujdeset që dashamirët e leximit, që nuk kanë mundësi fizike për të ardhur, apo që gjenden jashtë vendit, të mos u mungoj ky mësim.
Ajo mban mësim leximin e Kur'anit tash e një kohë. Numri i pjesëmarrësve të rregullt shkon në mbi 20 dhe ato janë nga shtete të ndryshme. Pjesëmarrësit që marrin pjesë në mukabele janë të përzierë, janë disa janë që nuk kanë mundësi me ardhë në qendrën këtu, e disa janë nga vendet perëndimore, nga Zvicra, Gjermania, Italia, po ashtu kemi edhe jashtë Travecit, po që janë në Kosovë e që kanë shpreh dëshirën me na u bashkangjit në leximin e mukabeles online. Edhe mosha e tyre është e ndryshme, kemi prej moshës fëmijë që janë, klasave 7-8, e kemi deri edhe moshat e vjetra plaka, që është një gjyshe që na u ka bashkangjit si vjet në leximin e mukabeles online. Fal punës dhe angazhimit të përkushtuar, këtë vit ajo është shpërblyer nga Departamenti i të rinjve si Haxhin Deri, dhe për këtë ndihet e vlerësuar dhe është shtytje për të punuar edhe më shumë. Kjo është një privilegj i madh për mua, mirë po nuk është kjo vetëm suksesi imi, po elhamdulillah kjo ka qenë kurorëzim i punës që kena bërë bashkërisht këtu në qendrën, ne 3 mualimet, po edhe me përkrahjen e vazhdueshme që kemi nga Këshilli i Bashkisë Islame në Ravec. Allahu i shpërbleft për mundin dhe përkrahjen e vazhdueshme që na e bëjnë neve mualimeve. Themi në emision me kryeimomin e Këshillit të Bashkisë Islame këtu në Ravec, të nderuari Nusret Efendi Abazibra. Efendi, gjatë muajit Ramazanit a ka shtim xhamatit në për xhamit juaja? Jashtëzakonisht vrehet shtimi i xhamatit në për xhamia, në veçanti nga shtresa e rinis, ku vrejmë një përkushtim shumë më të madh nga ana e tyre. Gjatë namazit taravive kuptohet që është prezenca shumë më e madhe, por edhe gjatë namazet ditore vrehet prezenca më e madhe. Prandaj xhamiat, po të ishin të mbushura dhe jashtë Ramazanit, siç janë në Ramazan, besoj që do të ishte gjëja jonë jashtëzakonisht shumë më stabile. Pra, çdo herë është ajo dëshira që edhe kemi një mënyrë përmallim që ti shohim xhamiat njëjtë sikur se në Ramazan. Po, për këtë është Ramazani i veçantë. Po, zaten atmosfera për allurim në Ramazan është e veçantë se Zoti ka përgatitur në atë formë që edhe ibadeti dhe adhurimet jetë më i lehtë, nga se dim që shejtanat janë të prangosur, dyert e xhenetit janë të hapura, dyert e xhenemit janë të mbyllura, dhe kjo e bën që besimtarët ta kenë edhe më lehtë kryerjen e allurimeve, edhe pse janë të vështira, nuk është lehtë të agjerohet ditën, mandej të falemi edhe natën, e të zgjohemi besa natën shumë. Gjitha këto janë vështirësitë fizike, mirë po që në vetvete përmbajnë një kënaqësi jashtëzakonisht madhe shpirtërore. Ta që keni një prani të theksuar të rinjve në xhami gjatë muajit Ramazanit, po a ka ndonjë aktivitet posaçëm që është për të rinjt gjatë këtij muaji? Për këtë kategori të shoqërisë. Po në përgjithësi nuk kemi diçka të veçantë. Themi përveç që mbajmë si besimin që kemi për djemë të shtohet intensitetit. Numri më i madh shtohet, edhe në për xhamit e fshatrave, në për gjatë kohës Ramazanit, si besimi mbahet për të rinj, për arsye se prezenca e tyre është më e madhe në për xhamia. Efendi, Ramazani është edhe muaji i mëshirës, është muaji i solidaritetit, është muaji i mirësive. Po Këshilli i Bashkisë Islame a ka ndërmarrë diçka që t'jetë në ndihmë për kategoritë që kanë nevojë? Patjetër. Këshilli i Bashkisë në Ravec, sigurisht se gjitha këshillat tjerë, në kuadër të aktivitetit vetë ka edhe atë aspektin human, ku nëpërmjet degës së bereqetit, e cila është funksionale edhe në vendin tonë, në qytetin tonë, bëhet shpërndarja dhe ndihmave që i kemi në dispozicion. Edhe këtë muaj kemi pasur para Ramazanit që i kemi ndihmu familjet, dhe gjatë Ramazanit po ashtu ka qenë ajo organizimi i aksionit Sofra e Ramazanit, ku pe xhamatlive tonë ka pas njerëz që kanë dhënë të holla që të ndihmohen familjet nevojtare. Prandaj në gjithë terrenin kemi regjistrin e nevojshëm të familjeve nevojtare dhe përpiqemi që bile gjatë muajit Ramazanit të mos ndiejnë mungesë për nevojat më elementare. Është kujdesi i Këshillit edhe në këtë? Patjetër, përveç që është kjo, është edhe organizimi i tubimit të zeqatit nga ana e xhamatit tonë, firmave, ndërmarrjeve tona, ku shumë prej këtyre butikave që shesin teshat, ka për tyre cilët na i sjellin dhe ato ne i dorëzojmë në shoqatën bereqetit që të shpërndahet nevojtarëve, jo vetëm në komunën tonë, po edhe më gjerë. Prandaj kjo e bën që edhe ai aspekti human të shfaqet mesin e njerëzve.
E thamë që Rahoveci ka një tradit të lashtë besimit, fesë, po gjatë mujtë Ramazanit, a ma thua, si duket Rahoveci kohën e iftarit, para iftarit. Po, në kohën e iftarit vrehet, pak para iftarit, vrehet një lëvizje pak me madhe qytetarve, nga se furnizohen me pitajkat e Ramazanit dhe disa ushqime, kurse kur përfundon iftari vrehet një qetësi e madhe në qytet, ku të gjithë janë në për shtëpia apo në për tubimet tyne cilët kanë organizuar për iftarin, dhe me njëherë, pak pas iftarit, kur veç afrohet koha e jacis, po ashtu vrehet një organizim, një mobilizim i përgjithshëm, ku vrehen lëvizjet në qytet, njerëz cilët dalin me i vizitu xhamijat, si burrat, si gratë. Pra vrehet një gjallëri në kohën e namazit të teravis në veçanti. Kjo do të thotë që iftari ka ndikimin e vet në shoqëri. Patjetër, nga se në formë një mënyrë është traditë e thellë dhe çdo familje ndin një lloj obligimi që të shtrejë iftar për të afërmit e vet. Edhe pra ky lloj organizimi i bën që njerëz të jenë më afër njëri tjetrit, edhe nëse s'kan pas mundësi mu takue ndoshta kohë gjatë në mes veti, po në Ramazan ndin një farë obligimi që të afërmit të bohen rreth sofrës së iftarit dhe të takohen në mes veti. Prandaj kjo e bën që në mesin e shoqërisë të ndreqen raportet, cilat ndoshta mund të jenë të lënduara ndoshta jashtë Ramazanit, po në Ramazan vrehet afrimi njerëzve në mes veti dhe solidariteti shumë më i madh. Atëherë njekim një kronik nga Rahoveci në prak të kohës iftarit, si edhe iftari në një familje të qytetit të Rahoveci, si përgatitet dhe se i bëhet. Njekim kronikën dhe kthehemi në emision. Në kohën e iftarit, Rahoveci gërshetohet mes ndjenjave të gëzimit e qetësisë. Qyteti merr një atmosferë shpirtërore dhe familjare. Me afrimin e perëndimit të diellit, rrugët fillojnë të qetësohen, ndërsa njerëzit nxitojnë për në shtëpitë e tyre ose xhamit për të pritur qastin e iftarit. Atmosfera është e mbushur me solidaritet dhe bekim, duke reflektuar shpirtin e muajit të Ramazanit. E një pjesë e qytetarëve në pjesën qendrore nxitojnë për sigurimin e pitajkave të Ramazanit. Aty shihen grupe miq dhe familjarësh duke pritur e shijuar këto qaste të bekuara. Jemi të prit pitajkat të Ramazanit për iftar, si çdo ditë zakonisht për Ramazan, ne vim para iftarit presim pitajkat nxehta të Ramazanit edhe për të kemi iftaret. Pitajkat nxehta të Ramazanit, a bën veç këtë muaj këto e kanë këtë emër apo bën edhe para Ramazanit? Jo, e kanë vetëm për këtë muaj. Për këtë muaj kanë pitajkat e Ramazanit, kanë karakteristika e Ramazanit janë edhe këto pitajkat. Sa kohë zakonisht dilni përpara për mi marrë këto pitajkat? Zakonisht dalim gjysore përpara, presim rend edhe marrim pitajkat nxehta për iftar. Prisni rend. Pse prisni rend? A ka shumë të interesuar, shumë nevojli për këtë? Është si traditë që të pritet rend, se ka një kënaqësi të vetë dhe pritja e rendit vetë ka kënaqësinë për këtë muaj që është një prej simbolikave e këtij muaji Ramazan. I merrni këto pitajkat pastaj i dërgoni në shtëpi. Në shtëpi, po, për bërë iftar me familje, me tafë, me miq, me familjar, me këta. Ata vinë kohë më herët për të zënë radhët për tek furra e qytetit. Më pas vazhdojnë në shtëpi, aty ku vihet në pah ngrohtësia familjare. Samita Irhaka thot se mikpritja ka qenë për herë cilësi e qytetarëve, e gjatë Ramazanit kjo bëhet disi më e domosdoshme. Zonja Behare tregon se sa me përkushtim përgatit iftarin për familjen. Tryeza zakonisht përmban një larushi ushqimesh mes tradicionales e modernes, por e veçanta e saj, që mbase nuk mund ta gjejmë diku tjetër, është çorba apo supa e Rahovecit. Zakonisht ka tradicionalja jone është çorba që e bëjmë. Ajo është pak më karakteristike. Këto tjerat kena gjella të ndryshme. Zakonshme, po. E ka emrin çorba e Rahovecit. Po, çorba e Rahovecit. Kjo zihet me langt pules, me oriz edhe kos. Bëhet. Dhe konsumohet si paragjell? Po, si paragjell. E qesim disa sopa të mishit, të pules.
dhe ndyrën për me. E pasi lagen venat e shuhet etja, vazhdohet me ëmbëlsirat e llojllojshme. Nën këtë ambient, zonja Hatigje, si më e vjetra në këtë shtëpi, e vlerëson këtë harmoni që po e përjetojnë, nga se dikur këtë e bënin me shumë vështirësi. Ajo agjërimin e bën prej moshës 10 vjeçare. Unë 75 i kom, ja 68 nështë, 5-6 vjetë i kom pas kur kom njës me inu. Prej 6-7 ke agjëru? Po, vëlla, asë një ditë kur se kom prish. Se kemi pas babgjyshin na jemi shumë fetare jemi konë. Shumë jemi konë të forte. Kemi inu, kemi me falë, zgudzojshim në për gjami i burat. Shkojshin në për katunde, shkojshin qështu. A ka zoma shumë, pas ke kalu shumë Ramazana, prej para luftës edhe mas, tash e tutje vonë. Ne ka zo qysh ndryshimi? Luftës shumë ndryshimi shlirë, shka pëdush, qish pëdush, me inu, me shku në gjami që edhe gratë, edhe thmit po mësojnë edhe kretë. Agjërimi nuk ka qenë i lodhë shumë për të as dikur e as tash. Për kundrazi, biletë u sugjeron edhe të rinjve e të rejave, një lloj siç po e bën edhe Mbesa Rezarta. Ajo ndjehet jashtëzakonisht e lumtur që agjërimin e shijojnë bashkë me kolegët e klasës ku mëson. Agjërimi për mua është një ndjenjë shumë e mirë, më jep një lehtësim gjatë ditëve të Ramazanit, edhe jam shumë e fat që po muj me përjetu këtë muaj të shenjtë Ramazanit. A të ka thonë dikur që mos agjëro se i akoma e re edhe mos po të mundohen a diçka? Kur jam qenë më e vogël normal po, ama tashmë jo. A është e lodhshme për ty agjërimi? Jo, është një lehtësim shumë i madh edhe po kënaqem duke agjëru, duke bë ibadet, duke lexu Kur'an. Me çfarë aktivitetesh merresh gjatë Ramazanit, me që i përmende disa prej tyre? Gjatë Ramazanit kryesisht merrem me leximin e Kuranit edhe normal faljen e namazit. Shkoj në teravi. Po se i përket shokëve, miqve të klasës, shoqeve, çush qëndron gjendja? Agjërojnë? Ka prej shoqeve që agjërojnë? Po unë jam me fat që kam një klasë sekret, klasa jemi duke agjëru bashk edhe kalojmë kohën shumë mirë bashk me njëri tjetrin. E nga zëllyes tregohet edhe Anuari, ani pse i ri në mosh, ai e pret me padurim Ramazanin, e veçanërisht kohën e namazit të teravive. Kur vjen kohë e teravijes. Pse të pëlqen teravia? Se shkoj me shokët mu fal bashk. Edhe çush kalon aty? Shumë mirë. Një veçanti tjetër në kohën e iftarit në Rahovec janë edhe iftaret e përbashkëta. Aty tash e disa vite qytetarët bëjnë organizim madhështor, ku numri i pjesëmarrësve arrin në mijëra. Kjo pamje spektakolare të jep përshtypjen se gjithë kjo ka ndodhur diku jashtë Kosovës, e këtë din ta bëjnë vetëm qytetarët e Rahovecit. Kthehemi në emision me kryemomin e Këshillit Bashkisë Islame në Rahovec. Efendi, a kultivohet ende ndër qytetarët e Rahovecit kultura, tradita e iftareve familjare, e thirrjes së miqësisë, e thirrjes të afërmëse. Megjithatë, iftari është një moment që bashkon familjen, bashkon miqësinë, bashkon, po kem vrejtë që viteve të fundit, më shumë ka një tendencë që iftaret organizohen në për restorane, në për objekte të hapura. Këtu si qëndron puna, a thirrën për shembull ende edhe miqësia, po edhe imam, a thirrën në për iftare në ambientet familjare? Po, është ky trend ta dikuve të fundit që do thotë bëhet iftare edhe në për restorane, megjithatë ende ka shumë familje të cilët e kultivojnë këtë traditë të shtrimit iftareve në për shtëpia, dhe ne si imam me thotë në drejtën e kemi agjendën të ngjeshur për bëhet gjatë muajit Ramazanit dhe kemi shumë vështirë të arrijmë të përgjigjemi të gjitha ftesave të cilat na vijnë nga ana familjarëve që të marrin pjesë në iftaret e tyre familjare. Prandaj kjo traditë është e ngulitur thellë në shoqërinë dhe popullatën e Rahovecit, dhe kjo zaten ka edhe zanafillën edhe bazën në traditën tonë fetare, nga se shtrimin e iftarit e konsiderojmë përveç traditës, konsiderojmë edhe ibadet, allurim, nga se e dim se të jemi ata sebepçar që dikush të ushqet me ushqimin tonë, kemi edhe shpërblimin e agjerimit të tij pa i paksu atij agjerimi. Pra edhe me këtë bindje, shumë njerëz përpiqen që duke shtruar iftare, përveç që bëjnë
një nder dhe një respekt që i bëjnë të tjerëve, ata përpiqen që të arrijnë edhe shpërblimin cilën e ka shtrimi i iftarit. Prandaj, kjo traditë ka ekzistuar edhe më herët, po dhe tani po kultivohet, edhe pse me një mas pak më të vogël në krahasim me të kalume, nga se tani ka kaluar edhe në organizimin e iftareve, edhe në restorane. Megjithatë, prapë se prapë iftari familjar është prezent. Ju jeni krye imam që një kohë bukur të gjatë këtu, një mirë organizimin e jetës fetare, një mirë edhe gjitha strukturat e shoqërisë këtu që janë në Rahovec. Më interesat di çfarë dimensioni shtesë morën aktivitetet nga jeta fetare në muajin e Ramazanit. Po si tham edhe pak më herët, në Ramazan bëhet një mobilizim i veçantë, përveç agjerimit, përveç iftareve, zakonisht besimtarët cilët kanë obligime të tyre që të japin zeqat, e japin edhe zeqatin, dhe bëhet organizimi nga ana jonë që ato të bëhen për medreset dhe për fakultetin e studimeve islame, po ashtu edhe dhënia sadakatul fitrit, pra jipet për parësi kjo... Për trirje e lidhe familjare, miqësore. Po sigurisht, edhe ajo është një gjë e cila reflekton me rastin e muajit Ramazanit dhe ndikon që familjet tona në një farë mënyre të arrijnë atë atmosferën e Ramazanit ta shfaqin në praktik dhe ta përjetojnë gjitha kategoritë, duke filluar prej pleqve deri edhe ata që janë më të vegjël në për familje, dhe kjo është gjë e cila ja vlen dhe duhet që ne ta kultivojmë sa më shumë në të ardhmen. Dihet që një namaz shtesë që bëhet këtë muaj është edhe namazi i taravive, që falet vetëm gjatë muajit Ramazanit, falet me xhamat. Sa është prania e xhamative në këto ditë që kalon në Ramazan? Ditët e para, unë themi lirisht se si vjetë po vrejmë një shtim si pjesëmarrësve në faljen namazit taravis, po edhe pjesëmarrësve në agjerim. Pjesëmarrës në agjerim mund të konsultojnë nëpërmjet furagjive, nga se ata po na njoftojnë se do thotë shitja e pitajkave në këtë vit është më e madhe sa vitet e kaluara. Kurse sa i përket pjesëmarrjes në xhami, kjo po vrehet ditët e para, zakonisht është prezenca shumë më e madhe, gjitha xhamiat stërmbushen në atë formë, dhe kur është kamesi i Ramazanit vrehet një pjesëmarrje mesatare, megjithatë, posaçërisht në qytet xhamiat i kemi çdo herë plot me xhamatli, edhe në përfshatra vrehet një prezencë, siç thash edhe më herët, veçanti e të rinjve dhe të moshës që janë, do thotë, fillestar, një mënyrë ndijnë prezencën, e vrejmë prezencën më të madhe nëpër xhamiat tona. Atëherë të njëkim një kronik nga xhamit e Rahovecit për gjatë faljes së namazit taravive që ka realizuar ekipi ynë sonte këtu në Rahovec. Njëkim kronikën. Pas muzgut e pas i plotësohen nevojat jetësore, vazhdohet tutje me adhurimet shpirtërore. Pas asaj qetësie të ditës, Rahoveci duket shumë entuziast gjatë natës. Veçanërisht për rreth xhamisë qendrore, aty ku Kahmoti ishte qendra e qytetit. Namazi i jacisë e teravis mbledh bashk qytetarët, e numri i tyre duket goxha i madh. Xhamia brenda duket e stërmbushur, e qytetarët e intervistuar shprehen të kënaqur që arrin të kryen edhe një adhurim me rëndësi, e këtë e bëjnë pa përtesë. Namazi teravis ka veçoritë vetë, sidomos Ramazani është një herë në vjet. Kështu që ndjehemi sigurisht mirë. A pritove me ardhmë mramje me dalë? Jo, ma çfarë, as vlen me diskutu bile fare hiç. Çdo herë me mirëqenie, me plot dëshirë, me plot begati, domethënë ka gjitha të mira. Ramazani në Rahovec përgjithësi, ç'është po duket? Po, në përgjithësi është mirë. Nuk mundi më ku. Si vjetë shumë ma mirë, shumë ma organizuar, shumë ma i lehtë, nështë edhe dita pse e shkurt s'po di hiç, si e s'peni hiç. Çish po e përjeton vetë? Mirë, shumë mirë, elhamdulillah shumë mirë, lehtë, mirë shumë, agjërim të lehtë krejtëve, inshallah Allah na pranon. Shumë mirë, po shkon çdo gjë mirë, kënaqësi me agjëru. Shpresoj edhe ata që nuk po agjërojnë, ta agjërojnë sepse është një lehtësim i shpirtit. Është plus i ka edhe ato anat pozitive. U
U lo dhe tanë këto rekate me falë, a pritove? Qëfar pretesë më falë, qëfar pretesë aty është, s'ka pretesë për më falë. Përgjithsisht, Ramazani në Rahovec, qësh po du? Ramazani gjithmonë nuk konë, mendoj në familjen teme gjithmonë majtë, që për veti që 42 vjetë që përja gjera. 42 vjetë? 42 vjetë. Qërshia mbitorët e gjithë kësaj atmosfere në këtë kohë janë fëmijët, zëri të cilëve jehon këndshëm në oborrin e xhamisë. Ata zgjodhën që të na urojnë Ramazanin në këtë formë artistike. Kemi në emision me kryeimamën e Këshillit Bashkisë Islame në Rahovec, nderuar nga biseda që zhvillu me ju, pasandaj nga kronika që kanë realizuar bashkëpunëtorët tonë për këtë muaj në qytetin tuaj, a ka diçka tjetër që kështë dasht me thonë, kështë dasht me potencu, e që unë nuk ju kam pyet. Në fakt, mund të them lirisht që pyetjet juaja ishin shumë gjithëpërfshirëse. Një gjë që dua ta ceki, në të kalumen ne kemi pasur si traditë që të organizojmë iftare në ambientet hapura me pjesëmarrjen masive, deri në 1200 pjesëmarrës. Ka qenë, do thotë, traditë që kena mujtë me realizu, po koha, do thotë, po na imponon që këtë mos kemi mundësi me realizu edhe këtë vit, se përndryshe është një karakteristikë që këtë gjatë çdo muajt Ramazanit e bëjmë këtë iftar, i cili e ka domethënien më shumë se sa iftar, për shkak të prezentës madhe dhe atmosferës e cila krijohet. Atëherë, na thoni një mesazh, një porosi të shkurt për besimtarët tuaj për këtë ditë muaj të bekuar të Ramazanit. Mesazhi im është që ditët që na kanë mbetur të përpiqemi të shfrytëzojmë në maksimum në vepra të mira, të konsiderojmë arritjen e Ramazanit si një shans apo si një dhuratë që Zoti na ka dhuruar. Prandaj nuk dihet a do të kemi mundësi më të presim Ramazane tjera, prandaj sa më shumë të bëjmë vepra të cilat do të lejnë shenjë pas neve dhe do të kenë dobi edhe të tjerat pas neve, po edhe të arrijmë që të dalim për Ramazanit më të mirë se sa që kur kemi hyrë në të. Nderuar kryeimam, ju falenderit për kohën, falenderit për shpjegimet tuaja, falenderit për kontributin që dhatë sot gjatë tërë ditës dhe sonte në bisedë me ne. Falenderoj gjithashtu edhe ekipin realizues që është angazhuar në realizimin e këtij emisioni. Ju shikues nderuar, mirëmbëjtje deri në emisionin tonë të radhës, të cilën do ta realizojmë në kismet javën që vjen. Mirëmbëjtje.